Okay. Të nderuar shikues, u rikthyem në pjesën e dytë të pasdites me temën e ditës dhe me personalitetin e ditës së sotme. Vazhdojmë të flasim për të arriturat, për sukseset e të rinjëve tanë. Do të flasim sot për artin, për të bukurën dhe do të diskutojmë për një ekspozit që pritet të mbahet konkretisht më 16 prill dhe mban titullin Dialog kohrash. Po do flasim në përgjithësi edhe për karrierën e deri tanishme të Ensar Fetës, i cili është piktor dhe njëkohësisht vitin e kaluar është zgjedhur dhe si studenti i vitit në Akademinë e Arteve, pra për vitin 2023-2024. Do flasim për gjithë këto tema me të ftuarin studion tonë Ensar Feta. Përshëndetje Ensar dhe mirë se na erdhe. Përshëndetje Misy Gjata. Faleminderit shumë që gjithmonë na nderoni për të folur për të rejat e fundit që kanë bënë me karrierën tuaj. Patjetër, është kënaqësia ime që të jem pjesë e misionit tuaj dhe më vjen mirë që i promovoni të rinjt si unë, që të shprehin atë punën e tyre tek një publik dhe një audiencë sa më e zgjeruar. Sigurisht është ky ai detyrimi që ne kemi për të rinjët tanë dhe për sukseset e tyre. Të fillojmë të flasim për ekspozitën, cili është qëllimi i kësaj ekspozite dhe pse vendosat që këtë ekspozitë ta sjellni pikërisht tani? Po. Qëllimi i kësaj ekspozite është se të hyj direkt në temë, të flas për këtë ekspozitë më detajisht. Ky ekspozitë do e shihni edhe vetë, jam munduar të krijoj një dialog në mes dy kohrave, të bëj një urë lidhëse nërmjet artit klasik dhe kontemporan, abstraktës dhe figuracionit, kurse qëllimi se pse tani unë vendosa që të vijmë një ekspozitë është se e ndjeja edhe si detyrim më së shumti që të prezantohem para publikut, por veçanërisht për para publikut të varë, sepse atë pjekurinë dhe atë rrugtimin tim për fat të mirë e kam zgjedhur prej në ateljet e fakultetit edhe e kam pasur edhe më të lehtë, i kam pasur mundësim për ta sjellë një ekspozitë të tillë edhe pse jo tani. Dialog kohrash e keni titulluar. Pse pikërisht ka marrë këtë titull? Veçanërisht ky titull më ka shkuar ndërmend për shkak se isha gjithmonë në kërkim të një originaliteti. Dhe për mua gjithmonë ishte ajo pyetja se çfarë qëllimi ka arti. Për qëllimi i artit është drejtësisë së vërtetës. Kurse kjo ishte vërteta për mua. Ishte ky dialog që mendoja që ta shfaq nëpërmjet të së kaluarës dhe të tashmes. Se gjithmonë edhe ka një thënie të Vasili Kandiskit ku thotë çdo vepër arti duhet të ketë një harmoni të përpikt të përhershmes dhe të përkohshmes. Edhe në këtë rast abstraksioni paraqet modernën, kontemporanen, atë që më shumë të zhvillohet tani, kurse figuracioni ndoshta i lën anësh, i lën në hije, por e ka atë fuqinë e vetë dhe fuqinë e vetë të shprehjes. Andaj ky me të vërtetë është një dialog i heshtur, me të cilën mund ta shohim dhe mund të kuptojmë më së shumti nëpërmjet këtyre veprave. Po. Nga u inspiruat Ensar për këtë ekspozitë dhe çfarë punimesh do të përmbajë në vete? Po në këtë ekspozitë fillimet apo piktura e parë ndoshta në veçantë se e mbaj mend shumë mirë, ka qenë një ndër pikturat më të famshme të artistit të mirënjohur Caravaggio. Inspirimi i Sean Matthew ka qenë fillimisht ta ceki, ta zgjeroj pakës, të më falni, po ka qenë prej një pikture të dështuar. E gjithë kjo ekspozitë është ngritur në këmbë prej një pikture të dështuar, po e cila nuk më doli ashtu siç e prisja dhe mendoja çka mund të bëj unë. Isha në kërkim të identitetit tim. Doja të zbuloja vetveten, se e kisha gjithmonë e kam pasur kishte një kohë gjatë që kjo ide më rrinte në mendjen time, flinte brenda meje, por nuk mundesha ta marr guximin që ta shpreh. Edhe këtu e gjeta ndoshta e gjeta një dritë në fund të tunel, për thash kjo tani është momenti. Edhe pas konsultës me profesorin tim, i cili e pëlqejti, sepse mbi të gjitha më pëlqen se është autentike. Dhe pse mos
që të bashkohen këto dy stile, se gjithmonë kam menduar se abstraksioni dhe figuracioni do të përputhen shumë mirë me njëra tjetrën. Do japin diçka bashkë. Do kenë një qëllërshmëri bashkë. Andaj, edhe pas miratimit të mentorit tim, ishte shumë e lehtë për mua që ta vazhdoj këtë cikël. Është një cikël pikturash, mendoj se mjaft kontemporane, vibruese me ngjyrat, por edhe është më e lehtë edhe për publikun që të futet në to. Pra është cikël pikturash? Është një cikël pikturash, po. Vetëm me piktura do të kesh ekspozitën? Po, vetëm me piktura do të jenë, afërsisht do të jenë 17 piktura që do prezentohen, sipas zgjedhjes time, që i kam përzgjedhur disa nga pikturat besoj se janë më të mira të këtyre viteve të fundit. Me kë keni bashkëpunuar për të sjellë këtë ekspozitë pranë publikut? Sigurisht që keni atë teamworkin tuaj me cilin keni punuar. Po. Si gjithmonë i kam njerëzit e mi të përzgjedhur, si ta them, me të cilët më pëlqen gjithmonë të punoj. Do të kisha cekur pikë së pari profesoreshën time të artit, të historisë së artit, profesoreshën Yıldız Asani, e cila ka qenë tekstshkruese e katalogut, kritike e kësaj ekspozite. Për fotografi do të përkujdeset Fotostudio Blena, kurse për dizajnin dhe për organizimin e tërë kësaj ekspozite janë përkujdesur vetë, sepse edhe vetë kam qenë si person fizik kam marrë pjesë në këtë projekt, kurse projekti është financuar dhe është mbështetur nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit. Po, janë këto bashkëpunëtorë të njëjtë me të cilat bashkëpunoni gjatë gjithë kohës, edhe pse kjo është ekspozita e parë, juaj kam përshtypjen personale. Është ekspozita e parë personale, por njerëzit gjithmonë janë të njëjtë. Njerëzit që bashkëpunojnë janë gjithmonë të njëjtë. Them edhe për konsultat e mia, edhe për kritikat e mia, që profesoreshën Yıldız Asani e kam gjithmonë si një opsion të parë të cilin ku të drejtohem. Sepse kjo ekspozitë jo vetëm se ka qenë një sfidë në ateljen time, por ka qenë edhe jashtë saj. Si herë e parë, mund të them se më kanë ndihmuar një staf edhe më i gjerë, siç janë profesor Behar Feratin, cilin e falenderoj, Nehat Beqirin, edhe shumë profesor tjerë të cilët kanë qenë krah, ndoshta me çdo kush me ndonjë këshill të vogël, e cila ka qenë e vyshme për mua. Në thënë keni krijuar kushtimisht në rehatin, komforin me këta profesor, me këta bashkëpunëtor dhe bashkëpunimi juaj vazhdon dhe atë i suksesshëm. Po, dhe i falenderoj tej mase, me pakta që ato kanë bërë, ndoshta që më kanë nxitur dhe nuk më kanë lënë të heq dorë, sepse jo të dorëzohesh. Jo të dorëzohesh, se me të vërtetë nuk është aq e cekët sa mund të shihet thjesht një ekspozitë personale, por prapë asaj janë të fshehura shumë muaj punë, shumë muaj angazhime, shumë natë pa gjumë, edhe punë administrative. Edhe ajo pjesë, sigurisht për ato që të përkrahin institucionet të cilat kanë përkrahur, sigurisht që kërkojnë atë pjesën administrative që përmendat edhe ju. Pra, këtu e kisha pyetjen e radhës. Ekspozita e parë personale, sa punë ju është dashur për të arritur deri këtu? Meqense është ekspozita e parë, të tjerat pastaj ndoshta do të jenë më të lehta. Po, edhe unë shpresoj që të jenë më të lehta. Por si ekspozitë e parë, ndoshta piktura e parë ka filluar në vitin 2023. Do të thënë pas ka kohë. Po, ka kohë që jam duke punuar këtë cikull. Por jo çdo vepër që kam punuar tërë këto vite do të jetë pjesë asaj ekspozite. Pse keni vendosur të selektoni disa? I kam selektuar. Për çfarë arsye ndoshta? Po, mendoj se ato piktura që i kam selektuar ndoshta mund të edhe për tek publiku të kenë një qasje më të afërt, por kanë qenë edhe për zemre më së afërin prej meje. Do të thënë, edhe ato janë pikturat me të cilët i kam dhënë tej masë mund, tej masë angazhim dhe kohë, dhe për këtë arsye mendoj se këto piktura e meritojnë të shfaqen atë ditë. Përmendëm atë ditë, do të thënë me 16 prill. Ku do të mbahet kjo ekspozitë, sa ditë do të jetë? Ekspozita do të mbahet në Galerinë e Arteve në Tetov, e njohur për publikun tetovar si Hamami. Do të filloj në datën 16 prill në orën 17.
dhe do të jetë hapur për 5 ditë rresht. Pse vendosët pikërisht në Tetov ekspozitën e parë ta keni? Ka ndonjë domethënie kjo për juve? Po, për mua ka një domethënie jashtëzakonisht madhe, sepse mund ta ceki se pa modesti, po kam pasur oferta edhe në vende të tjera të këtë mbaj ekspozit, po e quaj si simbolike që përpara ti paraqitesh publikut të vendit tënd, siç është publiku Tetovar. Edhe besoj se hera e parë është ajo herë simbolike, ku ti do të shfaqesh para njerëzve që të njohin ty, edhe ndoshta edhe ndokush që nuk të njeh, por të njoh rreth yt së pari. Dua që publiku Tetovar të jetë komfort apo të jetë i njohur me veprimtarinë time, pastaj synoj pse jo edhe më gjerë. Ekspozitat paraprake kanë qenë ekspozita kolektive. Tani ke ekspozitën personale. Të flasim pak edhe për ato, cila është më e lehtë dhe cila është më sfiduese, personalja apo ajo kolektivja, dhe pse? Padyshim personalja. Është më e lehtë personalja, apo më sfiduese? Është më sfiduese. Më e vështirë. Më e vështirë. Sepse gjithë bara të bie ty, apo? E gjithë bara, pikërisht. E gjithë bara është mbi mua, e prezantohesh vetë, je para një publiku vetë, krejt i gjithë koncepti, i gjithë angazhimi bie mbi ty dhe përgjegjësia dhe si do e menaxhosh gjithë këtë ekspozitë apo gjithë këtë ngjarje mbetet mbi ty. Kurse te kolektivja është pak më thjeshtë. Në shumicën e rasteve është një organizator i cili edhe e cakton temën, i përzgjedh artistët. Detyra e artistit është ta krijojë vetëm veprën atëherë. Dhe keni bashkëpunim njëri me tjetrin? Po, kemi bashkëpunim, raportet ndërmjet artistëve mund të quajmë më shumë miqësore se sa kolegiale. Shumë e bukur. Po. Dhe kështu që ka sukses. Po, funksionojnë më lehtë, Në ateljen tënde i ke bërë të gjitha këto piktura apo jo? Po, shumica. Flasim pak edhe për ateljen tënde. Po, faleminderit. Po, fatmirësisht e kam atë mundësinë që ta kem një ateljen time dhe një vend të punës, ku një vend krijues, ku ndihem edhe më i lirshëm, po shumica apo 80% e pikturave janë të krijuara në ateljen, por disa kanë qenë edhe punë akademike në universitet, po universitare. Por që edhe ato janë përfunduar në ateljen time, kështu që janë pjesë e ateljes time, po. Përmendet studimet, të flasim pak për jetën studentore, jeni zgjedhur edhe si studenti i vitin e kaluar. Nga ky sukses, le të themi, për shkak të mesatares, për shkak të punës, për kushtimit? Ka qenë për shkak të mesatares. Jam zgjedhur si studenti me mesataren më të lartë në vitin akademik. Shumë bukur. Por për jetën studentore në përgjithësi ka qenë një eksperiencë të cilën e kam shjuar te masa. Mund ta ceki se edhe pse kam qenë një student në ndërtimin e pikturës me profesional. Vetëm një? Kam qenë vetëm një, po. Për çfarë arsye? Po deficitare apo nuk ka pasur student ose? Në fillim ishin një grup prej 3 ose 4 studentësh, por pas semestrit të parë ngela vetëm unë. Do me thënë për çfarë arsye, sepse nuk kanë mundur ndoshta të vazhdojnë këtë drejtim. Nuk kanë mundur të vazhdojnë, arsye ndoshta personale kanë pasur, po edhe atëherë ishte koha e pandemisë kur unë regjistrova, ndoshta edhe numri atëherë ka qenë më i vogël, por ndoshta kanë ndikuar më shumë arsyet personale të tyre, të cilët po për mua nuk ka qenë problem ajo pjesa se kam ngjerë një student, bile me profesorin Nenad Beqirin gjithmonë jemi munduar në maksimum të shfrytëzojmë këtë hapësirë, sepse ndryshe është për një mentor ose profesor kur merret me një gamë studentësh, ku secilit mundohet që përkushtoj kohën e tij apo që t'i jep nga vetja, kurse ne kemi pasur më të thjeshtë. Unë për vete e kam pasur më të thjeshtë, sepse nuk më pengon vetmia, jam person që funksionoj vetë, që edhe nuk e kam pasur këtë problem. Inspiroheni më shumë për të pikturuar kur jeni vetë në atelje apo kur jeni në kolektiv? Si ju vjen inspirimi, ajo muza? Nga motivoheni, ju në arte keni muza? Muza është, po. Inspirimi ndodh më shumë të thamë në çastet kur je vetë. Për mua funksionon kështu. Çfarë ju inspiron më së shumti për të vizatuar, pikturuar? Fal. Po, në natyrën përgjithësi, ngjarjet në jetën e përditshme
njerëzit. Unë për vete kam disa njerëz të cilët edhe vetëm kur i shoh, për tyre inspirohesh. Inspirojnë gjestet e tyre, mënyra se ato flasin, si thash gestikulacionet, por edhe natyra në krijimet e Zotit. Krijimet e Zotit që me të vërtet inspirimi më i madh. Dhe këtë e përshkruani përmes artit. Po edhe mund të them që arti është imitimi i natyrës. Shumë e bukur. Prandaj ndoshta edhe vetë artistët janë pak më të qetë, le të themi, sepse kanë studiuar atë të bukurën artin, si letërsia, muzika. Në qoftë se nuk do të ishe bërë piktor, çfarë do të ishe bërë? Ke ndonjë pasion të dytë, të cilin do e kishe dashur ta kesh për të ardhmen? Po, definitivisht e di këtë gjë, e kam shumë qartë se mos e kisha zbuluar aftësinë time apo mos e kisha hyrë këtë drejtimit, një gjë e cila më tërheq te mase është psikologjia. Shumë e bukur. Psikologjia. Edhe e di që do kisha vazhduar këtë drejtim, por mundohem që psikologjin apo këtë pasion timin ta fus edhe në veprat e mia. Pra ti çesh paralel ndoshta. Bile në këtë cikël mund ta vërejmë lehtësisht se personazhet apo figuracioni ajo ka anën kryesore apo e flet anën kryesore në këtë pikturë, ku koncepti është ku gjendja psikologjike apo se pikë së pari është të bërë një studim për atë figurë, për atë personazh, duke u hulumtuar se çfarë roli ka pasur në shoqëri, çfarë jete ka bërë, kush ka qenë ky person dhe duke e shprehur nëpërmjet pikturës, duke shprehur në atë prapavinë shumë ngjyrshme, në atë prapavinë laramane, duke krijuar një habitat të ri për këtë person. Për këtë personazh, më fal. Personazh, po. A është arti antistres, me qenë se përmendëm psikologjinë? A keni si antistres ju artistët, sepse punët e përditshme janë stresuese. Megjithatë, ndonjëherë shohim ndonjë film apo vizatojmë diçka që të relaksohemi. A është arti antistres? Për atë që e don, mund të themi që mund të quhet padyshim që është. Unë artin ose pikturën atë që e bëj unë e quaj esenciale. Shembull, si ndoshta nëse dikush ka nevojë jetësore për ushqimin, unë kam nevojë jetësore pikturimin ose artin përgjithësi. Por mendoj se edhe çdo kush, arti mendoj se nuk është luks, është esenciale. Çdo kush ka nevojë që të paraqitet në një rreth ku ka art, si ai figurativ, dramatik apo muzikor. Arti është ajo që e mban njeriu të gjallë, shpirtin e njeriu të gjallë. Edhe për mua, siç thash, kjo është gjëja më e rëndësishme, që të jem në kontakt të përditshëm dhe të vazhdueshëm me pikturën apo artin në përgjithësi. Pra pa arti nuk do mundesh të jetosh, të funksionosh, apo jo? Profesion të dytë nuk do kishe zgjedhur, ëh? Më duhet ta pranoj se ndoshta të kisha një profesion të dytë, pakët anë, pa më ndaj vetes një kohë për artin, nuk do kisha mund të funksionoj. Nuk do kishe ndoshta profesion, por megjithatë pasion sigurt, ëh? Pasion sigurt. Nga lindi kjo dëshirë e madhe për artin në nsart tek ju? Si e zbuluat për herë të parë që ju në të ardhmen do të jeni një piktor? Ky pasion besoj se ka lindur prej fëmijë. Gjithmonë kam qenë një ardashës, ndoshta ka ndikuar edhe rrethi familjar. Je rritur në një frymë të tillë? Jam rritur në një shtëpi ku në çdo cep kishte nga një pikturë ose vepër arti. Do të thonë prindët e tu kanë qenë artistë, janë artistë? Mami të mund ta veçoj se ka qenë një ardashëse dhe është, akoma është, ka qenë një koleksionuese pikturash si tetovar edhe jashtë. Dhe ndoshta prej vogël duke i pa ato piktura, duke i pa ato vepra, gjithmonë interesohesha, pyesja. Mami, ku e ke marrë këtë, ose çka do me thonë kjo? Po edhe gjithmonë theja, ti isha unë artist, ose ti isha unë piktor. Edhe pse ishe i vogël? Edhe pse isha unë i vogël, por nuk e kam ditur deri në një moshë pjekurie, ndoshta se unë jam i aftë për këtë profesion. Kush e zbuloi për herë të parë? Për herë të parë e ka zbuluar profesori im i gjimnazit shkollës së mesme, profesor Enver Selimi, i cili ka qenë shtysa ime e parë, edhe nuk e haroj, edhe e falenderoj tash edhe publikisht që më jepet mundësia, sepse
ai duke I pa vizatimet e mia, më ftoi në ateljen e tij dhe më tha, Ensar, dua të ta përcintoj, po potencoj, sepse ke një talent për këtë punë. Tash, me të vërtet, ishte në dorën time nëse unë do doja ta zhvilloja këtë talent, apo do doja të talent të zbet. Po, edhe? Edhe, ajo ishte ndoshta ajo nxitja që unë prisja që dikush të më thonte I aftë për këtë punë. Se, si që thash, gjithmonë e kam dashur këtë punë, po nuk e dija nëse isha I aftë. Por, edhe se mendoj se talenti blen në këtë profesion nuk mjafton. Duhet një përkushtim, punë, zhvillim, lexim, që të jesh I kompletuar. Edhe po e falenderoj për këtë gjas që ma dha dhe më ndezi. Për këtë shkëndi, po. Për këtë shkëndi. Dhe tash je këtu ku je. Pastaj vazhdove studimet? Pastaj vazhdova studimet në Universitetin e Tetovës. Ishte ashtu siç e paramendoje të studiosh artin apo më e vështirë? Mund të them se... A kishte teori, se zakonisht largohen për artit se nuk ka teori dhe nuk ka matematik, por realisht nuk është kështu. Po nuk është kështu. Bile mund të japim një mesazh që nuk është ashtu siç duket. Shembull që nëse janë studentët që duan të vazhdojnë artin, nëse janë vetëm me atë qëllim se nuk do studiojnë, por vetëm do bëjmë punën praktike, do vizatojmë ndoshta, do pikturojmë. Ose vetëm do pikturojmë, ju kisha thënë që më mirë as mos t'i futen kësaj rruge. Sepse me të vërtet ka një bagazh teorik në cilën ti duhet ta fitosh për të krijuar. Janë studime, është fakultet. Po, janë studime, edhe duhet një punë e jashtëzakonshme për të arritur që ta krijosh identitetin tënd, që ti ikish plagiaturës. Se çka shoh në ditët e sotme është që plagiatura apo kopijimi është në masë. Arti fillon të bëhet kiç. Që për të ikur kësaj duhet ana teorike. Edhe është shumë e vyshme për krijimin tënd edhe akademik, por edhe artistik. Kurse për krahjen familjare ke pasur, përmendet nënën tuaj që I takon këtij drejtimi, le të themi, për krahjet ka përkrahur në këtë drejtim? Familja ka qenë ndoshta edhe një stysh kryesore, e cila më ka bërë që të jem ky që jam sot, që të më shtyj drejt kësaj rruge dhe për të paktën mos më pengoj. Dhe për këtë jam shumë falendërues. Si nënës time, si edhe gjithë familjes, shokëve dhe gjithë rrethit që më përfaqëson, të cilët them edhe nëse nuk kanë qenë ndoshta shtyse madhe, po të paktën nuk më kanë penguar. Kjo është shumë e bukur. Po, zakonisht ndoshta të gjithë dëshirojnë që fëmijët e tyre të bëhen mjek ose në një profesion tjetër edhe më të vështirë, po megjithatë të jesh një artist I suksesshëm në këtë mesatare që ti ke arritur është diçka shumë e madhe. Kështu që duhet I falenderosh prindërit për përkrahjen që ta kanë dhënë. Po, dhe me të vërtetë prindërit dhe e falenderoj edhe Zotin rreth parë I cili ta dha talenti një herë. Që na dha talenti, që na bekoi, edhe mendoj se pa ndihmën e Zotit dhe të familjes njeri nuk mund të shkojë askundi. Padyshim. Përmendet planet e së ardhmes dhe e di që keni studiuar në Tetov, por magjistraturën ku mendoni ta vazhdoni? Përmendet Tetovën, publikun tetovar që jeni shumë I lidhur me këtë vend, por megjithatë do dëshironi të studioni jashtë vendit? Po, është pikësynimi im. Studimet master mendoj që ti nis jashtë vendit, kryesisht apo specifikisht nuk e di në cilin vend do më çoj fati, por keni konkuruar ndoshta? Po, kam konkuruar në disa prej fakulteteve, po ku po pres përgjigje. Por më së shumti nuk është se nuk më pëlqen Tetova ose nuk do kisha dashur që të vazhdoj një jetë akademike në Tetov, por më së shumti është që të njihesh me një kulturë të re, që të zhvillohesh më së shumti akademikisht dhe të marrësh një përvojë të re, por edhe pse jo atë përvojë që ta marrësh një shtet tjetër, vish ta shpërndash në Tetov ose ta. Shumë e bukur. Shumë fisnike kjo pjesë. Të kontribuosh për vendin tënd. Edhe pse të marrësh dituri ndoshta jashtë vendit, po atë dituri ta shfrytëzosh në vendin tënd. Kjo është shumë e bukur për tetovarët e tu. Shpresoj që Po.
Shpresoni që të ktheheni ndoshta. Jo, shpresoj që të jemi i vyshëm për rrethin tim, më së pari, dhe të shpresoj që të jem njëri i vyshëm për shoqërinë përgjithësi. Po. Jo vetëm domethënë për vendin, por edhe për ata të tjerët. Cilat synime i keni për të ardhmen përveç kësaj pjese që përmendet studimet, ekspozit tjetër, presim në të ardhmen, cilat janë planet që i keni në rrafshin profesional? Po besoj se pas kësaj ekspozite apo pas këtij cikli me njëherë do filloj përgatitje dhe puna do filloj, por ndoshta qëllimi kishte qenë pse jo si ëndra çdo artisti të njihet ndërkombëtarisht. Dhe pse jo që atë që unë shfaq që mos të njihet në Europë apo edhe më gjerë. Ky është një ndër qëllimet që i kam, por nuk është qëllim statik i cili ja vendos vetes për një periudhë të caktuar, por është një qëllim i cili nuk dua ta ngut, nuk dua ta përshpejtoj, por besoj se do vi koha dhe koha do të tregoj më së miri shembull kur jem unë i gatshëm për të depërtuar ndërkombëtarisht. Cili është piktori juaj preferuar? Ke ndonjë piktor që të ka lënë më shumë bresa veprimtaria e tij apo jo? Apo në princip të gjithë i donë? Nuk mund t'i ndajsh. Nuk mund t'i ndajsh se mund të verrehet prej edhe veprave që do shfaqen në këtë ekspozitë, sepse është një stil, një ndërthurje stilesh. Është një ndërthurje stiles i surrealizmit, abstraksionit dhe figuracionit. Më pëlqen abstraktja, më pëlqen klasikja, figuracioni, edhe ajo bashkëkohorja, edhe arti bashkëkohor. Dhe prej secilave çdo herë edhe ne piktorët ose artistët inspirohen prej njëri tjetrit. Edhe nuk do kisha dashur veçanërisht të cekin ndonjë. Kur jemi këtu te bashkëpunimet, sa mendoni që duhet të ndihmoni të rinjt që dëshirojnë të merren me këtë drejtim në të ardhmen? Po ja nis nga vetja, mendoj se do të jemi shumë krahapur dhe që u japim mundësi çdo të riu i cili ka aftësinë apo ka dëshirën për të ndjekur këtë rrugë. Ndoshta edhe pse nuk e kam pasur unë, do kisha shumë dëshirë shembull që të ndihmoj çdo të riu, por e shoh se tek ne ndoshta mungon ajo përkrahja institucionale që mendoj që luan një rol të madh. Sepse pa përkrahjen e institucioneve shtetërore apo komunale nuk mundish shembull që të krijosh diçka si për shoqërinë apo për të rinjt e vendit tënd. Dhe diçka desha të shtoj për në fund. A ju keni ndihmuar shokëve, nxënësve të klasës për të pikturuar në kohën kur keni qenë në gjimnaz? Të them të drejtën, jo. Nuk ka ndodhur ajo pjesë? Jo, nuk më ka ndodhur, jo. Ndoshta kemi qenë më në distancë se përket kësaj pjese që t'ja prekim punimet e njëri tjetrit, po gjithashtu edhe në fakultet. Nuk më ka pëlqyer që të më prekin pikturat e mia, por edhe nuk kam dashur që prek pikturat e tjera. Po ndoshta ndonjë vizatim art figurativ kur keni pasur lëndë në shkollë, zakonisht ata që kanë studiuar letërsinë ju kanë ndihmuar të tjerëve në leximin e lektyrave. Kjo ndodh ndoshta edhe tek arti, apo matematik, kush ka pak më shumë talent, ju kanë ndihmuar të tjerëve për ushtrimet matematikore. Kjo nuk mendoj se funksionon në art. Ashtu? Në art mendoj se ndoshta mundesh më shumë t'i bësh dëm dikujt nëse i ndihmon në një vizatim. Se sa mësohet, pastaj edhe i rehat. Po, e ushqen për një ditë, po nuk e mëson si tjetër, apo të ushqehet. E njëjta gjë është edhe te kjo. Ai do të çaloj pastaj. Çdo kush, por kritika, siç thash, edhe në fakultet, prej gabimeve zhvillohesh. Kur i kupton, kur ja nis ti kuptosh gabimet vet, kur nis ti përmirësosh ato gabime që i ke bë, edhe arrin një rezultat që vetë do të jesh i kënaqur. Qëllimi i gjithë kësaj është të jesh vetë i kënaqur. Sa je i kënaqur ti me sukseset e tua të deritanishme? Po, personalisht mund të them se për artin tim, për pikturat e mia, unë personalisht jam i kënaqur. Për sukseset duhet të jem modest, se nuk mund të them se kam bërë një sukses të madh. Nuk të takon të nuk më takon le ta thënë tjerët për mua, po
Kurse për se jam I kënaqur unë me veprimtarinë time, jem shumë I kënaqur. Dhe mendoj se atë punën, atë mundin që kam dhënë, ja ka vlerë bile ju ftoj gjithëve që atë ditë me 16 prill që të vini ta vizitoni, edhe besoj se çdo fjalë, si çdo kritik apo çdo fjalë e mirë do ketë rëndësi për mua. Do të ndikoj sigurisht edhe çdo këshill të cilën do ta japin profesionistët, por edhe ne të tjerët që nuk jemi profesionistë. Si do të jetë ekspozita? Do të ketë ndonjë rrjet të veçantë apo vetëm do të jenë pikturat ekspozuara? Do të ketë ndonjë fjalim paraprak? Po, si gjitha ekspozitat mendoj se do ketë një hapje zyrtare, ku ndoshta do marrin fjalë edhe profesorët e mi, do marr fjalën ndoshta edhe unë për një falënderim dhe ndoshta mund ta themi edhe prej sot, po që u krijojmë atë lirinë publikut që të zhyten në këto piktura, që t'i lënë më njën angazhimet e asaj dite, angazhimet e jetës dhe që të futen në një botë tjetër. Se me të vërtet, synimi im është kjo që publiku të krijoj një imazh apo të krijoj një realitet krejt çdo kush ta krijoj atë narracionin e tij në pikturat e mia. Ku koha që mendoj të jetë koha që koha të përkuizohet nëpërmjet ngjyrës. Kjo shumë e bukur. Dhe të jetë një dialog I heshtur. Dhe në sartë cilat ishte ajo porosia jyte për në fund, ndoshta për të gjithë të rinjët që duan të merren me art dhe për gjithë publikun që duhet të jenë në më 16 prill, pra më 16 prill vjen ekspozita Dialog Kohrash në Galerinë e Arteve në Tetov të Ensar Fetës. Çfarë porosie do ju kishte dhënë për në fund? Gjithë të rinjëve do kisha thënë që dedikojnë fort pasionit, nuk ka rëndësi se jo vetëm në art, por edhe në fushat të ndryshme të jetës, që të dedikohen ëndrave dhe se asgjë nuk është e pamundur. Ndoshta është e vështirë, por me punë arrihet gjithçka. Dhe do e kisha ftuar publikun që atë ditë që të hynë në atë dialog dhe në atë dialog të heshtur ndoshta me pikturat e mia, por në një dimension kohor të ndryshëm. Ensar, unë falenderoj shumë që sot ishe pjesë e emisionit tonë, faleminderit për këtë punë të madhe që bën me aq përkushtim në punën tënde të artit dhe faleminderit për energjinë pozitive me oratorinë e shkëlqyer që solle sot në intervistën tonë. Faleminderit shumë për jush që më dhat këtë mundësi që të shprehem tek ju, edhe si çdo herë mi hapni dyert, si edhe më gjerë që të shfaqem edhe tek publiku të varë, por edhe më gjerë. Është obligimi ynë që të gjithë të rinjët tanë t'i promovojmë dhe Faleminderit shumë. Faleminderit edhe një herë për gëzojmë për intervistë. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, ne këtu do të përfundojmë pjesën me personalitetin e ditës, do të bëjmë vetëm një shkëputje të shkurtër dhe rikthehemi në studio për përmbylljen e emisionit.